që ka bëni fyrje të tillë është konsumues i 4 veprave penale. Një diçka është e sigurt, herë do kur ai personi do të gjindet propaganda dhe ndoshta ai ndim thellë që aty do të përfundon edhe për këtë paraqet mesazhin. Në tregu është përsëri zonja që ju kandidatët për parlamentit dhe si do të vazhdojë. Sigurisht do të ketë votim në të njëjtën mënyrë si deri më tani. Ashtu kemi hyrë në një cikël ku po kërkojmë për shkak të respektimit të vullnetit të plotë të deputetëve, që të kemi një votim të qartë. Në rast se kemi shumicën e nevojshme dhe kërkuar, atëherë vjen shkruaje se cili do të jetë. Unë besoj që ka zgjidhur sa më Zotë Penci ka pasur eksponent të Lidhjes Demokratike të Kosovës, faktikisht deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i kanë thënë se jo në ora 10 do duhet të ishin në burg dhe jo në seancën konstitutive. Si është komente juaj? Unë di që ai që ka bëni fyrje të tillë është konsumues i 4 veprave penale. Dhe për çka unë kam deponuar në prokurori dëshmit në prova materiale SMS edhe ku ka dhe dëshmitar që ai ka dashur gjatë procesit zgjedhor të inskenoj kinse dhënia e përkrahjes për sektorin e bujqësisë e dhënë në rishvet. Kështu që një diçka është e sigurt, herë do kur ai personi do të gjindet propaganda dhe ndoshta ai ndim thellë që aty do të përfundon edhe për këtë paraqet mesazhin. Ai ne i gasëm të deklaroheni para prokurorisë ose para drejtorisë në rast që ju kërkojnë njoftuar. 24 orë edhe për disa pretendimet të fundit. Do të gjatë javës ku më dhonë këtë shpjegimet edhe krejt edhe ku me i shkëplu edhe demantur shumë këtë sikurse i kom demantur gjatë gjithë kohës mandatit posaçërisht vitin e fundit për shkak se janë ministri ndoshta që më shumë të hapet shpifje dhe dezinformata në raport. Sa do të bëhet sa rreth për të fotonin e ministrit më atë kompjuter. Ndoshta, do të pyet një ata që janë do të shkëput spiritual. Në diçka është e vërtetë, sa më shumë që hasnë përkrahje qytetare, njëri mund të krijojë administrative. Që si ka gjosë, unë kam kriju administrative nga përkrahje madhe qytetare, po unë asnjëherë nuk lëvizi nga pjesa e rrugës të ndjekjes interesit publik. Faleminderit.